gjurmë pozitive si gjukatës. Në çështjet civile, sigurisht, kur janë dy pala që mbetet gjithmonë e paknaqur, por në fundit domethënë ky është funksioni dhe detyra e një gjyqtari. Arsyet sepse erdhëm këtu janë një kompleks arsyesh, por përpara se të numërojmë ato, duhet të them se kjo ishte një kronik e një vrasje të paralajmëruar, paktën për rastin e zotit Kalaja. Nisur nga rasti dhe çështja që ai po gjykonte. Sigurisht. Arsyeja është se autori i krimit, por sidomos dërgjallarët e tij, në mënyrë frekuente, ka vite që ata e paralajmërojnë një gjë të tillë se do të hakmerren ndaj mundësisë të një gjykimi sipas vlerësimit të tyre të padrejtë. Dhe faktorë të tjerë të cilët kanë përcaktuar janë politikanët. Politikanët vrasin njerëz në këtë vend. Politikanët tanë janë të papërgjegjshëm. Kryeministri nuk e ka idenë se çfarë është drejtësia, se çfarë është gjykata dhe se çfarë përfaqëson një gjyqtar në sistemin e drejtësisë. Pa pikën e përgjegjësisë, po themi politike dhe përgjegjësisë të vendit të cilët ai po themi vend që ai ka si kryeministër, nominon gjyqtar si të korruptuar, si vendimarrës të kësaj apo të asaj, me emër, me figurë dhe duke e kërcënuar. Këto veprime i kryejnë vetëm mafiozët dhe askush tjetër nuk kryen një veprim, pasi unë me kolegun jemi pothuajse çdo ditë nëpër salla gjyqi dhe në një farfeje është krijuar një kulturë qetësie në kuptimin e pranimit të verdiktit të dhënë nga gjykata, duke qenë se në fundit drejtësia nuk është drejtësia e Zotit, është drejtësia e njerëzve, nuk është drejtësia e kulluar, por është një drejtësi e cila i jepet në ato mundësi që ligji parashikon dhe gjyqtarët e interpretojnë ashtu. Ndërsa Po këtë klim kush e ka prishur? Kanë prishur deklaratat e politikanëve, po më thoni. Shiko, është një tuf faktorësh, por për mua janë politikanët ata që vrasin në këtë vend. Do ta prekim më vete rolin e politikanëve, do ta prekim më vete në këtë bisedë, japim më shumë minuta. Zoti Meminaj, më jepni dhe ju idenë tuaj, pse arritëm këtu që një gjyqtar, ne deri më sot kemi patur gjyqtar të kërcënuar, prokuror të kërcënuar, por të vrarë në sallën e gjyqit nuk e kemi patur në to 35 vjet. Po, Pandi, së pari dhe unë dua të shfrytëzoj momenti mediatik të uroj ngushëllimet e mia sinqerta familjes zotit Astrid Kalaja, gjithashtu dhe të kolegëve të tij, sepse me të vërtetë është një ngjarje shumë e rëndë dhe siç e thatë dhe ju, nuk është se ka ndodhur më përpara në gjykatat tona që një funksionar të vritet në detyrë, dhe për mua